Rej Kraja ishte mbrojtës i djathtë i pakalueshëm i vllaznisë, e cila sapo është shpall fituese e turneut ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025. Urime Rej. Shumë faleminderit. Një ndeshje dramatike me ekipin Ganez në finale. Ishte pak dramatike, por shumë e fortë si ndeshje. Pjesa e parë 0-0, gjithçka u vendos në fundin e pjesës dytë. Po, ku shënuam golin e parë, momentin dhe dalje gabim të portierit kundërshtar, dhe me pas na kthyen rezultatin shumë shpejt dhe mbyllëm me një penallti në pjesën e dytë. Por gjatë takimeve eliminatore ishit shumë pozitiv dhe ju dhe ekipi. Po, ishim shumë pozitiv sepse ishim përgatitur shumë me ekipin dhe me profesorët për këtë ndeshje, për të dalë kampion. Që janë marrëdhëniet me trajnerin Malvin Macerovi dhe stafin tuaj? Ne kemi marrëdhënie shumë të mira dhe po punojmë dhe siç kemi punuar dhe për kampionat. Rej ka një ditë veçante me karrierën tuaj sportive, se ju keni zellur futbollin, ndërkohë që në familjen tuaj babai juaj vjen nga sporti i boksit, një ish bokser kampion Altion Kraja, kampion në vllaznin dhe sot një arbitër ndërkombëtar. Si kaluat nga tradita e babait tek futbolli ju? Po, sepse nuk më pëlqen shumë sportet individuale, më pëlqen sportet që janë grup, që janë kolektive më shumë, andrejta. Babai shumë qysh i vogël futbolli. Babai ju ndjek vazhdimisht dhe sot ishte i pranishëm. Po, në është i pranishëm çdo ndeshje dhe në çdo seancë servitore. Sa pjesë ka Altion Kraja tek karriera ju sportive? Ka shumë pjesë madhe. Luan një rol shumë të madh në karrierën time sportive. Dhe kjo kup shkon për familjen dhe veçanërisht për babain. Objektivat tuaja, ato pretendimet për të ardhmen. Për zotin, me shpresojmë për në ekipin e parë vllaznisë dhe në ekipin kombëtar. Suksese. Shumë faleminderit.